ka sjell lule. Se Leza ka stile? Po. Me pati, po shpirt. Edhe i ka sjell lulet sepse i kam porositur. Po pse nuk t'i sjellë postieri për të sollon, që do i kam porositur. Pra shumë faleminderit Andim. Është tjetër, më bëni fare. I kam thënë pa lule mos hajde në shtëpi, thash Ando. Yes. Shumë të bukur Andi, shumë Mora faleminderit. 2 lule dhe isha i vet me ke firma dhe thash. Ai ke marrë që në mëngjes. Po. Shumë të bukur. Ma që m'gjes pas kisha të me qëtë mos. Shumë të bukur. Shumë faleminderit që si marrë Roz. Ti vëm këtu. Do ikim bëjmë çik pazar, edhe gatojmë në një gjatë në shtëpi. Na është mërzitur njerëz të hajmë jashtë. Thash të the që kush mërzit. Unë e mitin, ndrojmë, plahem, se kam hungur para një orë e gjysë hungra, se s'kam hungur. E thash dalim pak në qendra, dhe një dhurat për Eqin. A në ke shenjë për mësh? Ja. Pas ta vim shpija darë. Do shtapim ashtu. Unë po mendoja, duke qenë se te Kareve, te aerolinat e tutje kanë nxjerrë kallam. Këtu t'jemu. Është një djun. E djun tash të lutem shumë. Kanë nxjerrë kështu ajo oktapod, thash marrim ca oktapod. Okej, po ne dalim qendra, e bëjmë oktapodin edhe vime ka dy për darë. Okej. Nuk e di pse, po këto kohët e fundit më është mërzitur shumë të dalë të haj jashtë. Do kena dalë shumë edhe jo se po e lejmë për diçka tash, po kena dalë shumë edhe Jo, më është mërzitur, nuk më shijon. Qameti ne kur dalim mjashtë me hajmë ramen. Po, vetëm ajo më shijon mua. Po sot është shumë bakë. Këto pica, këto gjona tjera, ato. Bluzën e Andit e kam larë unë me 90 gradë shijon. I ka i kjo, edhe që e majë për punë. Si është bërë. Tani të rrullojmë lulet. Shumë faleminderit burim. Po të mbos të, vjezat. I ka dhe, i kësë të të shë. Do vinte dita që të më thoshte Andi, hajde dalim, ose hajde të jem të blejmë dhuratë, edhe unë të them jo, nuk e besoja, po të më thoshte njeri. Nuk e besoja, por ja që ka ardhur. Vajtëm të Kareve, se thash që doja oktapod, edhe vendosëm që ta blejmë tash jo për darë. Morëm ja, kjo ishte oktapodi, ishte 200 gram, 10 euro. Tharja, me sa ishte kilja oktapodit, aty tha, me 50 euro kilja njerës. Morëm 2 copë, një Andi. Morëm një buk. Morëm tjetër. Një Fanta, një kilshe, e pimë rast të festash, e dini se që preparojmë tjetë me kasë. Morëm një nakjo, patatja mbushur. Morëm 2 krem brûlée. Këto kështu janë shumë të mira, kanë edhe këto vazat, kështu që janë shumë të lezetshme, por janë keq se s'kanë kapak, të kishin dhe kapak të ishin perfekte si vazo, nuk do i flakja, por duke qenë se s'kam kapak, s'kam që dua. Morëm edhe këtë patate. Të tëra këto, vajtën 34 euro, imagjino që mora 2, 4, 6, 7 gjëra, por ishte i shtrenjtë. Ajo oktapodi edhe normale kushtuan. Tani do i bëjmë direkt, ti shoh sa të gatuara janë, ose do i bëj në furrë, ose do i bëj të skuqur, po do t'i shoh direkt. Do njës të gatuajmë, do bëjmë edhe këto patatet që janë shumë të mira, pastaj këtë krem brûlée pas ka sheqerin, do i hedhim sheqerin, ta djegim pak kështu si me çakmaksi se kemi atë bzhën, edhe kështu dita. Do bëjmë edhe ca bruscheti tashi, duke qenë se kemi domate për tër vitin. Ka marrë edhe borzelloka dhe thash po bëjtë ca bruscheti që edhe Andi ka shumë qef, me këtë bukën e theki, me hurdhër, o zoti matë, mezi po pres të katuaj dhe të hajmë bukë. It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. Even if I know that nothing lasts
si e diel që është, kemi ardhur në një ferëm bashkë me Andin. Thjesht ishte drita perfekte këtu dhe doja t'ju përshëndesja. Është me vërtet shumë e bukur dhe pas ka aq shumë fëmijë, edhe po kënaqem me Andin tu i pa dhe tu qesh se sa çapkën që janë. Edhe duke mësuar gjermanisht. Po, edhe duke mësuar gjermanisht, por me vërtet po kënaqemi shumë dhe ju tregoj më shumë më vonë, sepse tash po hajm pomes. Po pi birrën e burrit se unë nuk doja, edhe po rrim këtu në diell po ngrohemi. Kam thënë Ne jemi nga ato çifte që jo vetëm një dum, se unë nuk pi, edhe pastaj pim të dy ka ajo. Jemi në ato çiftet po cak, urnit. I can see myself with someone else. I got used to having you around. Still I just can't make it make sense. 'Cause I'll admit I have my doubts. Darling, how do we become strangers? Një copë vëndi, edhe morëm diçka tek ferma Një këtu. copë vëndi për të pozuar. Po, bën foto. Më na ndiqni në Instagram. Unë jam Ersia me të beja. Andin, si ta ndiqni? Mos më keni që më doni hiç. Ky zero foto ka. Më ndiqni gru. Po, edhe po hajm dardh, një portokallë, një moll 5 euro. Po, i bleva unë fatikisht se dosha thasha. Po. Dosha me hongër nga i pomes, po dosha thasha nga i frut. Edhe po shikojmë kafshë tani, ishim të delet, ishim të lopët se kemi pa. Pula, kua i kishte? Pulat janë të lira, nuk Po. janë kafaz, që kështu duhet marrim vezë. Edhe lep. Po, duhet marrim vezë se s'bën, sepse Sepse pulat kishte shumë janë, pula. po, dhe janë të lira, vinë gjithandej, kënë për Edhe këmbë. hajnë që do lloj gjoje për shembull. Si çajnë pulat? Do më thënë janë të lira, janë bio, Po sepse më këtu shise shumë shtrenjtë, edhe frutat dhe gjonat, mërsi shumë shtrenjtë, po si pash vezët, sa lekë ishin? edhe një kokër portokall s'u na kam hap. Këto portokallet janë ato portokallet kështu si high class, që është e madhe, klas i parë. Po, bonte një herë 75 një kokër. Po se ishte 4 euro i gjys kilja dhe anë të zjodhe një kaq. Se pandaj e mori se pa një gjys kilja Unë portokall. po që për të shku për tokë portokall vogël, nuk se më hiç. Pashë të madhe me Po, dosha se për kanë- sheva, kishte lënga shumë e mirë. Do më thënë këto s'kan lidhje fare se këto s'janë bio, se janë të Po. dyqanit. Po vezët, qumshi, këto gjërat kështu janë të fermët. Edhe tani do zbresim edhe poshtë, duhet të shohim edhe gomerat, do shohim edhe kuajt, të tëra kafshët e tjera, por është ferm shumë e bukur. Qofse keni fëmijë, Përse jeni afër, domethënë kjo Wuppertali afër besoj. E kanë Dortmundi, po ne Dortmund, Wuppertal. 38 minuta edhe ishim Hagen me e ka afër makinë. besoj. Po. Dua vjen lë të tash. shkruajtur këtu, që mund të jithni një sy po deshat. Po, famës. Ne ikëm tash të filmojmë akoma, të kënaqemi. Dalemi pak edhe një orë pas të ikëm shumë. Po, edhe kështu. Qysh. Në shtëpi kemi ndërmend që të bëjmë burger. Sot po nuk kemi buk burger. Kemi as burgeri edhe është ora 3, 2 sa është ora? Edhe Sa është ora? 3. Edhe një orë 4, më shku shtëpi në 5. Po mirë. Po shoh. Po shoh nuk e di do t'i bëjmë të shoh. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, 'cause I got no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. I wish you could be happy, yeah. But I can't lie. Erdhëm në shtëpi dhe s'ka kënaqësi më të madhe se të zgjohesh tash mëngjes të ikësh në një ferëm ose në një park, në një gjë dhe të kthehesh në shtëpi tash të bëjmë drekën dhe t'ju tregojmë çfarë blem. Blem trangull turshi. Kjo bën te 3 euro i gjys, por anti thotë që është zys, është e ëmbël. Tani unë nuk e di kët, sepse këtu ka edhe trangull turshi që janë të ëmbël, edhe trangull turshi që janë të hidhët. Pa ta provojmë mirë si është. S'kam provuar asnjë të ëmbël. Ky ishte trangu i turshi, po duhet ta kisha marrë na i athit, është më i mirë. Ky vin ka pak, jo shumë në shihet e mia. Ju e dini, në Shqipëri të sa poliçan keni trangullin turshi më të mirë. Sinqerisht babi im bën më të mirë atëver. Pastaj morëm edhe vezë, këto janë vezë fshati, vezë të freskëta, i pam pulat atje, ja ku i kemi edhe bezët e tyre.
rrugës tuar pam një garden centrum që ishte i hapur, një qeshet lule. Do doja t'i kja nesër o se pas nesër, se dua të rregulloj balkonin, po besoj se do ikin na fundi javës tjetër, sepse këtë javë do bjerë shi, që kështu na fillimi javës tjetër ose fundi javës tjetër bete perfekte të rregulloj këto lulet, këto gjërat. Por gjithsesi mora një majdanos për qofte, se do bëj qofte dhe të bëj burger, që kështu të nisim nga puna shpejt e shpejt, të bëjmë mishin e grirë, të bëj qoftet, të grim ca patate, të skuqim, të bëjmë bukët edhe të gjitha edhe të hajmë drekën. U kënaqem me vërtet shumë sot, ja kaluam shumë bukur. Nuk e di. Shpresoj që edhe ju të kënaqeni duke parë videot edhe t'ju japim pak nga kënaqësia jon nëpërmjet videove. You lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear. Mirëmëngjesi, jam ullur këtu se më në fund kanë ardhur karriget. Mezi po i prisja me thënë të drejtën. I kemi porositur në Amazon, i kemi marrë me një çmim 68 euro një. Doja shumë si këto karriget, por nuk po i gjeja asgjë fundi fizikisht. Nuk kam porositur kur mobilje në Amazon. Ka gjithmonë një herë të parë, edhe ja ku jemi. Ti hap edhe ti shoh si janë. Do hap njërën, po na pëlqyen, do i mbajmë, po s'na pëlqyen, do i kthejmë. Ju e dini që mua më vjen duarsh për të montuar gjëra, nuk e kam problem. Që kështu do i montoj shpejt e shpejt një, ta shoh si janë, edhe me të popres t'i heq këto, edhe të vë këto të rejat. O, zot me të popres. Se keni iden sa me qefi ka marrë. Inshallah janë të bukura. Cigarettes on the table, dirty plates on the stove. I don't know if you know where to start, but I know where you'd like to be. I'm afraid that I've lost you, 'cause you're hiding from me. Yeah, it shows that it's cost you a lot to be like the rest of us. Pas një 2 orësh të mira, ja ku e montova një. Shikoni sa e bukur me këtë pjesën këtu si rrjet, ka numrat këtu njëshi. Ta shoh edhe Andi si i duket, por unë mendoj që t'i mbajmë si ju duken juve, kështu duket karrigja. Këtu ka një pjesë që është pak më e butë për të mbrojtur dhe për mos u qarë. Duhet i marrë edhe disa si shilte, por kështu duken. Me vërtet është shumë e bukur, është pak më e ullët se ato që kisha, por më pëlqejnë, janë mjaftueshëm të rehatshme, edhe kështu. Thash, nëse në njërin ai më pëlqen dhe do linkun, mjafton të më shkruaj dhe t'ju dërgoj linkun në Amazon. Tani do dalë sepse më ka ardhur një porosi tek Zara. E kam bërë në dyqan porosin dhe jo në shtëpi, sepse po ta bëja në shtëpi duhet pagoja 5 euro, duke qenë se kam marrë vetëm një palë xhinse që bëjnë 45 euro. E 99 cent edhe 90 cent, edhe kështu duhet i kiti marrë. Me atë rast tash po i ki po marrë edhe një matcha, sepse koha s'ka më nevojë tash se doja marrë me sysh, ka qenë shumë e mirë gjatë gjithë këtyre 2 jave. Po i ki me vrap, ti ki të marrë ato. Do shoh edhe për një dhuratë për 8 marsin, sepse Andi më dha ca lekë dhe më tha i blej një dhuratë se dija çat merja, duke qenë se këto kohë e fundit nuk e kërkuar asnjë gjë. Edhe përse më pëlqen një si tip bomber jacket, kështu si tip jakete, por nuk e di akoma sepse po pres edhe një 2 nga bashkëpunimet, edhe thash kam shumë si pardisy si gjëra, edhe nuk e di, thash marrë një gjë që më pëlqen, po më kapi syri, po s'më kapi, marr xhinset, vinë në shtëpi ti provoj, por nuk më bën t'i kthej përsëri. Kam vënë edhe një bërzylyk shumë bukur këtu me këmishën, shi sa bukur duket. Duat porosit edhe disa të tjerë, kështu se i kam shumë qef, edhe kështu njerëz, po ikim tani direkt të dalim. Kam veshur xhinset, një palë pupa që do i vesh leopardi, edhe çantën e Melier, edhe ikim. Is it about control? Losing the grip, you get old. Turn to the sea,
I don't know how, but you found me. Never too late to get up. Maybe it's not as hard as you think. Some things you cannot change. You feel it but out of range. Your mind is at war, trying to find the answer. You look from every angle. Mora porosin tek Zara, nuk gjeta asnjë gjë tjetër interesante. Matcha me stroberi. Kur nuk e kam pëlqyer këtë matchën në përgjithësi, por matcha me lështrullë është shumë e mirë. Dhe mendja ime naive mendonte se kjo këtu lart ishte smoothie, por jo, ishte thjesht shurup matchaje me shllak. Do të thënë kjo nuk është fare e shëndetshme sepse ka gjithë këtë shurup me sheqer këtu dhe vetëm matchën që është pak më e shëndetshme. Mendova se po pija healthy, kështu shëndetshëm, por ja kisha futur kot. Kështu, edhe outfit I ditës. Ta-da! Like the cool girls. Sa kisha po parë bamje. Ullet e kësaj jave. E javës morëm artichok edhe Andi nuk I ha, vetëm unë I kam qef. I mora sepse janë në sezon tashi edhe ishin vetëm 2 euro dhe është një sa koka ime. Mora tjetër edhe 1,5 kg të pule. Përveç kësaj të hapim përsin e Zare se kam të ditën që I bëj gjiro. Edhe ato karriget I shofo zot sa të bukra mu dukan. Nuk e di më pëlqejnë kanë, ma dhën kanë vibe-in shumë edhe përse më ngjajnë pak se ato karriget e drurit ku vjen fëmijët kur ha bukë e këti parasysh se ato më duken fakt. Ja dhe paketimi I Sarës. Po shohim që kemi marrë. Shumë ngjyra, ripi, u dukan perfekte. Shikoni. Sa të bukura. Ti provojmë njerë se që nga shumë të gjata dhe shumë të gjera. Prandaj ti provoj njerë si më rrin. Ishin thasa lek. Ripin e pas kanë hyll njëherë. Si fillim. Por ti shohim. Këto do vënë brapsh nga erdhën sepse nuk më mbyllet zinxhiri. Wanna make you happy and then she goes. 나만 혼자 남겨뒀어. 대화가 필요해. 너 먼저 나에게 말해봐. 너와 나의 이 관계가 달라졌음 해. We're out of time, so tell me you want more. 지나가버린 추억 너무 잦은 다툼 가끔씩. Gati të rrinë të marinohen derisa të vi burri në darkë. Jeanset ishin një dështim, u mërzita pak sepse kush shikëm prap në qendër, kush pagon parkimin, më mirë I kisha marrë me post dhe kisha pagu postën I kisha kthyer se sa vete në qendër, po të pak të kënaqem edhe unë, nuk kënaqja sot që dola, edhe mbi të gjitha, tani që po ndrohesh atë dhoma kisha lënë dritar napur, edhe është një gjysh bashkë me nipin poshtë, janë italian, për këtë arsye I kuptoj shumë mirë. Edhe po I mëson bicikletën, edhe është ai shumë krenar për atë nipin, edhe ai shumë tifo bën për atë. O zot, çka kënaqësi edhe unë ngela të qesh brenda tu më qesh buza duke I parë ata të dy duke lozur. Tani kam për të bërë një projekt këtu te tableta. Tableta ka dalë shumë e mirë. Është kjo që më ka sjell kjo kompania Dodge, si e ka emrin kjo. Ma kanë sjell PR, po kam gati një vit që e përdor dhe jam tejmase e lumtur, tejmase jashtëzakonisht shumë. Kam për të montuar edhe karrigen tjetër, kam për të çuar karriget e tjera poshtë, kam për të bërë gjellën, sot do bëj shish kebab me pilaf, edhe me sallatë jeshile, edhe me një salcë me kos, si tip taratori, po pak me trash si salcë.
Edhe kështu është kur e ke burrin gjithë ditën në punë në kurs, o bie që të bëjmë më shumë detyrime në shtëpi sesa domethënë Andi nuk më ndihmon me asnjë gjë për momentin, duke qenë se është gjithë ditën me angazhimet e veta. Shumë njerëz mund të thonë që unë jam një shtëpiake edhe vetëm këto punë kam, por me vërtet kam edhe shumë punë të tjera online, nuk është vetëm shtëpia. Edhe kështu më ikin ditat. Kam bërë edhe një CV gjermanisht që dua ta dërgoj, më në fund të bëra. Dua ta gjej, kam thënë dua ta gjej një mini job dhe tash jam gati të mendja ime që ta kërkoj një. Dhe besoj se me kismet Zotit nga prilli nuk kam çuar në asnjë vend, thjesht kam mbaruar CV-n dhe të gjitha. Inshallah e gjej një punë edhe për mua të vogël, thjesht më shumë se çdo gjë tjetër dua të socializohem pak me njerëzit se jam bërë kështu si dhi. Rri gjithë ditën vetëm, domethënë. Ky është realiteti. Edhe ato lekë s'do më bënin keq tash, mos e bëj kot si e pasur këtu. Edhe kështu njerëz, duhet të zgjedh ca gjëra sepse kam 2 bashkëpunime aktive që duhet të mbyll sot, sepse sot është deadline i fundit. Edhe të bëjmë shishe babat që të lëmë të marinohet pula, i pjek të hair fryer, edhe këtë ma ka sjell PR air fryerin, ma ka sjell Kosori, i bën o zot sa të mira dhe sa të shishme. Ua sugjeroj një air fryer, unë personalisht e përdor gati për ditë, edhe thekse nuk vëm më tash se bukën e thekim aty. Na që na ka zënë edhe gjithë vendin aty se në shtëpia jonë është shumë e vogël, çfarë ti bëjmë? Kështu ka qenë dita, do bëj ato artiçokët. Duhet të vë lavatrin që duhet të mbaj lavatrin që duhet palas roba, të gjitha këto gjëra që i digni juve, por që për mua s'janë argëtues.